Horoskopi ditor e premte 21 nëntor 2025. Dashi. Energjitë qiellore të sotme ju inkurajojnë të përqafoni ndryshimin dhe të përshtateni me rrethanat e reja. Hëna në një fazë emocionale zgjon ndjeshmërinë tuaj dhe rrit ndërgjegjësimin tuaj për nevojat e të tjerëve. Në jetën tuaj profesionale, mund të ndodhin ndryshime të papritura, duke ju nxitur të qëndroni fleksibël. Besojini instinkteve tuaja në vendime, por peshoni me kujdes opsionet. Një bisedë spontane mund të sjellë perspektiva ndriçuese, duke ju ndihmuar të përballeni me sfidat e vjetra në mënyra të reja. Romanca është në qendër të vëmendjes. Karizma juaj tërheq vëmendjen, ndoshta duke shkaktuar lidhje interesante. Qoftë beqar apo i lidhur, jepini përparësi komunikimit të hapur. Në një notë rritje personale, angazhohuni në praktika introspektive për të thelluar vetëkuptimin. Aktivitetet fizike dhe daljet krijuese ofrojnë një mënyrë të shëndetshme dhe produktive për të kanalizuar energjinë tuaj të gjallë. Mos harroni, durimi me veten dhe të tjerët është qelësi. Lërini vibracionet harmonike të sotme t'ju udhëheqin drejt ekuilibrit dhe qetësisë mendore, duke forcuar udhëtimin tuaj përpara. Përqafojini ndryshimet me besim. Demi. 21 nëntori 2025, sjell vibrime harmonike në sferën tuaj, ndërsa Venusi, planeti juaj sundues, rreshtohet në mënyrë të favorshme. Përqendrohuni në kultivimin e paqes së brendshme për të përmirësuar përvojat e sotme. Në punë, natyra juaj e besueshme bie në sy, duke hapur ndoshta dyert për përgjegjësi të reja ose një rol udhëheqës. Qëndroni të kthjellët dhe besoni aftësive tuaja. Në marrëdhënie, ana juaj edukuese lulëzon. Shkëmbimet kuptimplote nxisin lidhje më të thella me të dashurit, duke e bërë atë një ditë ideale për diskutime të sinqerta dhe të përzemërta. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të nxjisë një mundësi romantike joshëse. Kujdesi për veten është parsor. Kënaquni me aktivitete ngushëlluese për rigjenerim. Financiarisht, shmangni blerjet impulsive. Kursimi strategjik do të jetë i dobishëm. Eksploroni hobi krijuese ose aventura kulinare për të kënaqur dëshirat tuaja toksore. Reflektoni mbi qëllimet afatgjata dhe përshtatni planet për të përshtatur më ngushtë me vlerat tuaja. Shfrytëzoni energjinë pozitive të sotme për të mbështetur veten, duke siguruar që të qëndroni të palëkundur dhe elastik mes kërkesave të jetës. Përqafoni qetësinë. Binjakët. Sot do të nxjisë një periudhë të gjallë zbulimi dhe komunikimi. Me Merkurin në një aspekt të favorshëm, kurioziteti dhe aftësitë tuaja intelektuale janë rritur. Angazhohuni në dialogje stimuluese dhe lejoni që idetë tuaja krijuese të marrin formë. Detyrat që lidhen me punën kërkojnë përshtatshmërinë tuaj. Qëndroni fleksibël për të kapur mundësitë. Një metodë re mund të çojë në arritje të jashtëzakonshme në projektet tuaja. Në aspektin shoqëror, sharmi juaj tërheq të tjerët, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për rrjedhim ose lidhje me miqt. Mundësitë romantike janë të shumta. Mbani një zemër të hapur ndërsa shpalosen ndër veprime të reja. Për ata që janë në marrëdhënie, diskutimet e gjalla me partnerin tuaj nxisin afërsinë dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Jepini përparësi shëndetit mendor duke balancuar punën dhe kohën e lirë. Praktikat e vetëdijes mund të lehtësojnë stresin. Ndërsa afrohet mbrëmja, përqendrohuni në ndjekje krijuese ose zhytuni në një libër të ri. Besoni në natyrën tuaj të gjithanshme për të lundruar në kthesat dhe kthesat e ditës me lehtësi, duke përdorur zgjuarsinë tuaj për të frymëzuar dhe ngritur veten dhe ata përreth jush. Gaforria. 21 nëntori 2025. Ju inkurajon të ushqeni botën tuaj të brendshme mes një peizazhi emocional të luhatshëm. Hëna sjell vetanalizë, duke ju ftuar të tërhiqeni dhe të rimbushni energji. Në mjediset profesionale, mund të gjeni ngushëllim në punën në grup, pasi bashkëpunimi jep rezultate të frytshme. Jini të hapur për kompromis dhe vizione të përbashkëta. Dinamika e marrëdhënieve përfiton nga qasja juaj empatike. Adresimi i çdo problemi të pasgjidhur me dëmshuri mund të çojë në harmoni. Nëse jeni beqar, aura juaj empatike tërheq dikë që vlerëson natyrën tuaj të butë. Ndër veprimet familjare mund të kërkojnë durim shtesë. Mbështetuni në tendencat tuaja të kujdesit për të ruajtur paqen. Financiarisht, tregoni kujdes në shpenzime. Planifikimi i kujdesshëm do të sigurojë stabilitet. Kërkoni ngushëllim në aktivitete që rigjallërojnë shpirtin tuaj, të tilla si ecja pranë ujit, mbajtja e një ditari ose shijimi një vakti ushqyes. Energjitë e sotme mbështesin përqafimin e kujdesit për veten dhe forcimin e kufive emocional.
Besojini udhëzimit hënor për të mbrojtur mirëqenien tuaj, duke quar në përmbushje emocionale dhe forcë të ri për të rirë përpara. Luani. Vëmendja e vëmendjes shkëlqen mbi sferat tuaja sociale dhe krijuese sot. 21 nëntori 2025 sjell ndërveprime dinamike dhe mundësi për të shprehur veten në mënyrë unike. Dielli, sundimtari juaj, thekson komunikimin autentik. Mjediset profesionale përfitojnë nga leadershipi juaj. Frymëzoni kolegët me perspektiva optimiste. Një projekt mund të ketë nevojë për prekjen tuaj të guximshme për të kaluar nga koncepti në realitet. Lidhjet shoqërore lulëzojnë në praninë tuaj karizmatike, duke e bërë atë ideal për tubime ose sipërmarrje bashkëpunuese. Në dashuri, shpirti juaj bujar krijon momente të paharrueshme. Jepni përparësi përvojave të përbashkëta me të dashurit. Nëse jeni beqar, dikush mund të magjepset nga besimi dhe autenticiteti juaj. Përqafoni vetë shprehjen përmes artit, muzikës ose vallëzimit si dalje efektive për energjinë tuaj të gjallë. Financiarisht, ruajtja e ekuilibrit është çelësi. Rishikoni buxhetet për të parafruar me qëllime të afatgjata. Mos harroni të relaksoheni me aktivitete të kohës së lirë që ngren humorin tuaj, duke siguruar që entuziazmi juaj të mbetet i qëndrueshëm. Udhëheqni me zemër dhe qartësi, duke lejuar që ndikimet rrezatuese të sotme të udhëheqin rrugën tuaj. Virgjëresha. Paraqitja kozmike e sotme thekson detajet dhe aftësinë dalluese në arenat tuaja personale dhe profesionale. Ndërsa Merkuri, sundimtari juaj, mpre aftësitë tuaja analitike. Përqendrohuni në organizim dhe efikasitet. Rivlerësoni detyrat për përmirësime të mundshme. Inovacioni mund të nxjisë produktivitetin dhe kënaqësinë. Në punë, saktësia dhe depërtimi juaj bien në sy, duke çuar ndoshta në përgjegjësi të reja. Komunikimi në marrëdhënie lulëzon në qartësi. Prioritizoni diskutimet për të forcuar lidhjet. Virgjëreshat beqare mund t'i gjejnë lidhjet intelektuale tërheqëse, duke hapur rrugën për ndërveprime kuptimplote. Financiarisht, planifikimi metodik ndihmon suksesin afatgjat. Vendimet e kujdesshme do të rrisin sigurinë dhe qetësinë mendore. Kultivoni ekuilibrin midis punës dhe relaksimit. Përfshini praktika si meditimi ose yoga në rutinën tuaj për qartësi mendore. Njihni vlerën e arritjeve modeste dhe kujdesit për veten, duke lënë mënjam presionet e vetimponuara. Energjitë e sotme ju inkurajojnë të ndërtoni një themel të qëndrueshëm përmes rutinës dhe besueshmërisë, duke nxitur një rrugë progresi dhe mirëqenie të qëndrueshme. Peshorja. Ekuilibri është drita juaj udhërfyese sot ndërsa lundroni më 21 nëntor 2025. Me Venusin që ndikon në sferën tuaj, ndjeshmëritë tuaja estetike dhe diplomacia shkëlqejnë. Synoni të harmonizoni marrëdhëniet duke nxitur paqen dhe mirëkuptimin në komunikim. Bashkëpunimet në punë përfitojnë nga aftësia juaj për të ndërmjetësuar dhe bashkuar pikpamje të ndryshme, duke hapur rrugën për sukses. Në dashuri, aura juaj romantike tërheq vëmendjen. Gjestet kuptimplote forcojnë lidhjet, qoftë në një partneritet ekzistues apo flirtime të reja. Çështjet financiare kërkojnë kujdes. Peshoni vendimet me kujdes për të siguruar stabilitet. Përqafoni ndjekjet kulturore ose artistike që stimulojnë dhe kënaqin shijet tuaja të rafinuara. Takimet shoqërore premtojnë të jenë të gëzueshme. Prania juaj sjell ngrohtësi dhe pozitivitet. Kujdesi për veten mbetet thelbësor. Merrni në konsiderat aktivitete që rigjallërojnë si mendjen ashtu edhe trupin, si ushtrime të lehta ose duke u kënaqur me hobi krijuese. Energjitë sot mbështesin nxitjen e ekuilibrit të brendshëm, duke lejuar që sharmi juaj natyror të shkëlqejë dhe t'ju udhëheqë drejt ndërveprimeve të përmbushura dhe qetësisë personale. Akrepi. 21 nëntor 2025. Ju inkurajon të zhyteni thellë në të vërteta dhe të bëni hapa transformues. Dielli fuqizon vendosmërinë tuaj, duke ju nxitur të përballeni me sfida drejt për drejt. Profesionalisht, depërtimi juaj strategjik shkëlqen. Shfrytëzojeni këtë për të lundruar në situata komplekse dhe për të nxitur ndryshime pozitive. Jini të përgatitur për të përshtatur, pasi mund të lindin mundësi të papritura. Në marrëdhënie, ndershmëria është forca juaj. Komunikimi i qartë nxit besimin dhe intimitetin. Nëse jeni beqar, joshja dhe thellësia juaj tërheqin partner potencial që kërkojnë lidhje kuptimplote. Planet financiare përfitojnë nga aftësitë tuaja analitike. Hartoni strategji për sukses afatgjat. Përqafoni introspeksionin për të zbuluar modelet në ndërgjegjeshëm, duke nxitur rritjen personale. Interesat krijuese ofrojnë një rrugdalje për intensitet.
Eksploroni mjete të reja ose rishikoni projektet me pasion të ri për të rirë. Mbani një ekuilibër midis ambicies dhe vetëdijes. Pranoni arritjet ndërsa ushqeni mirëqenie mendore. Energjitë e sotme ju udhëzojnë të shfrytëzoni fuqinë tuaj në mënyrë konstruktive, duke quar në evolucion personal dhe transformime të thella dhe të qëndrueshme. Shigjetari. Ndikimet kozmike të sotme ndezin entuziazmin dhe etjen tuaj për aventura. Energjia e gjallë e hënës inkurajon spontanitetin dhe eksplorimin. Profesionalisht, përshtatshmëria ju shërben mirë. Përqafoni ndryshimin dhe kapni mundësitë që përputhen me rritjen personale. Krijimi i rrjeteve mund të çojë në bashkëpunime ose perspektiva emocionuese. Prandaj qëndroni të hapur për të lidhur me të tjerët. Në dashuri, një qasje e shkujdesur përmirëson marrëdhëniet. Angazhohuni në aktivitete të përbashkëta që thellojnë lidhje. Shigjetarët beqar mund të hasin individi interesant që zgjerojnë horizontet. Jini të hapur ndaj dinamikave të reja. Financiarisht, merrni në konsiderat rrugë të reja për të ardhura ose investime, duke përdorur një vlerësim të kujdesshëm të rrezikut. Balanconi punën me kohën e lirë. Aktivitetet në natyrë ose udhëtimet mund të rigjallërojnë shpirtin dhe trupin. Zhvillimi personal ushehet përmes të mësuarit. Kërkoni tema me interes ose regjistrohuni në një kurs për zgjerim. Përqafoni optimizmin tuaj të lindur për të lundruar në sfidat dhe gëzimet e sotme, duke nxitur një ndjenjë lirie dhe përmbushjeje. Lëreni shpirtin aventuresk të sotëm t'ju udhëheqë drejt shtigjeve frymëzuese. Britsjapi. 21 nëntor 2025. Ju fton të përqendroheni në stabilitet dhe qëllime afatgjata. Ndikimi i Saturnit thekson përgjegjësinë dhe strukturën, duke ju nxitur të organizoni aspektet personale dhe profesionale në mënyrë efikase. Në punë, përkushtimi dhe këmbëngulja juaj frymëzojnë respekt. Strategjitë praktike çojnë në arritje të lavdërueshme. Përqafoni përpjekjet bashkëpunuese për sukses të përbashkët. Në marrëdhënie shprehni vlerësim për mbështetjen e të dashurve. Lidhjet e forta nxisin harmoninë dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Nëse jeni beqar, durimi është qelësi, merrni në konsiderat me kujdes partnerët e mundshëm. Detyrimet financiare tërheqin vëmendjen tuaj. Jepni përparësi kursimeve dhe investimeve për sigurinë në të ardhmen. Nga ana shëndetësore, vendosni rutina që forcojnë aftësitë fizike dhe mendore, siç janë ushtrimet e rregullta dhe ushqimi i ekuilibruar. Reflektoni mbi ambiciet dhe rikalibroni objektivat për të përshtatur me vlerat në zhvillim. Angazhohuni në aktivitete që ofrojnë relaksim dhe kënaqësi, duke siguruar mirëqenie. Energjitë e qëndrueshme të sotme mbështesin kultivimin e ambicieve tuaja, duke hapur rrugën për arritje të qëndrueshme dhe kënaqësi personale të shtuar. Ujori. Dinamikat qiellore të sotme theksojnë inovacionin dhe lidhjet shoqërore. Urani frymëzon të menduarit krijues, duke ju nxitur të eksploroni ide të pazakonta. Profesionalisht, perspektiva juaj ofron zgjidhje unike. Shprehni sugjerime me besim. Bashkëpunoni me kolegët për përparime krijuese. Marrëdhëniet lulëzojnë në ndikimin tuaj progresiv. Komunikimi i hapur forcon besimin. Nëse jeni beqar, lidhjet e mundshme lindin përmes interesave të përbashkëta ose aktiviteteve shoqërore. Financat inkurajojnë eksplorimin e sipërmarrjeve të reja. Ruani ekuilibrin për të optimizuar rezultatet. Angazhohuni në aktivitete në grup që festojnë vizionin kolektiv dhe përfshirjen në komunitet. Kërkoni stimulim intelektual përmes të mësuarit, ndjekjet arsimore ose diskutimet me individ të ndryshëm pasurojnë mirëkuptimin. Mirëqenia personale përfiton nga përfshirja e teknikave të relaksimit si meditimi ose shëtitjet në natyrë në rutinën tuaj. Përqafoni fleksibilitetin për të përshtatur me zhvillimet e sotme dhe besoni intuitës për të udhëhequr vendimet. Energjitë kozmike mbështesin udhëtimin tuaj drejt inovacionit dhe lidhjes kuptimplot me të tjerët, duke nxitur rritjen dhe duke zgjeruar horizontet. Peshqit. 21 nëntor 2025. Kanalizon ndjeshmërinë e shenjës suaj, duke nxjerrë në pa intuitën dhe dëmshurinë. Ndikimi i Neptunit thellon lidhjen tuaj me sferat e brendshme, duke inkurajuar shprehjen krijuese. Profesionalisht, depërtimi juaj empatik rezulton i paqmuar. Adresoni sfidat me durim dhe mirëkuptim. Puna në grup dhe përpjekjet bashkëpunuese çojnë në projekte të përmirësuara. Në marrëdhënie, thellësia emocionale i tërheq të tjerët tek ju. Jepni përparësi dialogut të sinqert për të forcuar lidhje. Peshqit beqar mund të gjejnë shpirtra të ngjashëm në qarqe krijuese ose shpirtërore. Financat kërkojnë konsiderat të kujdesshme.
Sigurohuni që shpenzimet të përputhen me prioritetet. Lini më një kohë për ndjekje artistike ose meditim, duke rritur mirëqenien emocionale. Përqendrohuni në harmoninë personale duke vendosur kufi dhe duke praktikuar kujdesin për veten. Përqafoni ëndrat dhe aspiratat tuaja, duke kërkuar frymëzim nga mentor të besuar ose komunitete mbështetëse. Lejoni që energjitë e sotme t'ju udhëheqin drejt vetëdijes më të thellë, duke ushqyer rritjen personale dhe ekuilibrin holistik, ndërsa lundroni në baticat dhe zbaticat e jetës. Lëreni intuitën të ndriçojë rrugën tuaj përpara. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.